Super organizim. Si Matrix, super surprizë. Të cila galaktik ishin? Ishit në galaktikën e Big Brother, pra, në galaktikën e Topit. Ku doni me qenë? Jashtë çdo orbite, kur nuk mundesh me diçka prek. Tani, kur e krijonim këtë gjën me stafin, natyrisht e menduam shumë që ta shijonin shumë ata që po na ndjekin dhe janë miliona që na ndjekin çdo të martë dhe të shtunë, sot është e mërkur, po donim që ta shijonit ju shumë aty brenda, edhe të ishit si të kredhur brenda një bote që për juve mbaron në datë 18 për ata që do të shkojnë deri në fund. 4, është ndrit? Ti the 4. Në fakt edhe kom thonë 4, po realisht edhe 5 si shkon kaq, po gjithsesi 4 e meritojnë ndoshta sepse ka qenë një rrugtim shumë i vështirë. Ky Big Brother mendoj që ka qenë shumë agresiv. Kështu që le fitoj më i miri. Nëse nuk do ishe ti ai që do fitonte, kush e meriton sipas teje? Selin. Selin? Brikena. Mali, nëse nuk e fiton ti, kush do ta fiton? Brikena. Mateo. Brikena, kush tjetër do të Brikena. Miri, nëse nuk e fiton ti, kush do doje ta fitonte Bigun? Rogerti. Ti? Sheiku i Dubait, Miri. Edisa? I qëndroj mendimit parë dhe më zhvërtetuar akoma më shumë Miri. Juela. Dhe unë, Ledion, sigur e kam thënë dhe më parë Rogerti. Okej. Më pëlqen që sa mendime mund të kenë lëvizur disi nga ato që keni thënë, sa të tjera kanë qëndruar një lloj. Mos e ngri dorën, Rogerti, se ty do vija. Respekte. Do ma thuash? Po pra, se do vije, kur do vish? Do vija, patjetër që do vija, sepse... Unë kam deklaruar në fakt edhe më rrëfimit që kam një diçka që dy nga ne nuk po tregohemi të sinqert. Dhe kur kam hy, kam thënë, kam luftë brenda dhe jashtë. Dhe këtyre ju kam thënë. E rëndësishme është që është një opinionist që aty më njeh shumë mirë dhe ka luajtur rolin sikur s'mjef. E dashur Monika, a do t'i thuash banorëve këtu dhe publikut shqiptar se si njihemi unë e ti, apo ta jap unë? Emrin ta njoh, po ty s'njoh. Mjef shumë mirë. Pse mjef unë shumë mirë? Unë kam qenë 2012-ën, që në fakt njoh ty, sepse me gimin ton atje në Londër, kemi prit edhe fëmijët për në shkollë. Me gimin e Zirin! Respekte, dhe të kam njek shumë afër, dhe në fakt me dash me edit ti, kam ken aty në studio që thash dhe ishe histori shumë e burë të ndaja. E man men para 5 muajsh që jemi taku të një furr buket aty të komuna Parisit, që është e vetmja që ti shkon 6:30 për ble brioshat. Dhe ka qenë një njeri... Kam qenë me ethet e divorcit atëherë, nuk shifshin studio tjetër. Dhe i kam ra dritare sa ke një moment dhe ke dal jashtë. E man men? Aha, ja se mbaj, me thënë drejtë, po... Roberta... Dhe të presin njerëzit jashtë. Mos më shif shumë nga... mos më shif nga pamja jashtë, më vla. Paguva briosha kinza shteje. 52 vjeqa 2 sekonda, vetëm ta marroj. Paguva buken, briosha që kishe marrë edhe një diçka të ëmbël që ti doje, dhe gjallë nuk e pranove, më paguva edhe të mija. Zdia man men. Ja, se mbaj më. Dhe gjithmonë kam thënë, më the merre numrin dhe thash, jo, se unë kur ti takoj njerëzit për herën e dytë, gjithmonë do të ndaj numrin me ty herën e dytë. O Roger, se nuk e kuptoj, do me thënë, ti po thuaj që ti e nje Monikën dhe ku ndikon, do me thënë... Personalisht, ndikon të fakti që unë ja kam përben që unë do hynë Big Brother dhe nuk e dija do merë të pjesë. Dhe në qofë se kjo, para 4-5 muajsh, ka ditë se ka hynë Big Brother, kjo atëherë nuk është përgu e sinqert me publikun, kaq. Tani, Monika, do të panosh që mjef apo jo? Ti Monika ka bërë si kur ti ke bërë si kur ti nuk e nje. Dhe në fakt me ka gjuajtur, duke më rritur mund këtë loj, sepse si pas tyre kush gjuhet, rritet këtu. Monika, edhe mesazhin që ma qove, faleminderit. Mos ishte ajo kodi mesazhit, Monika? Pra një sekund, Monika, pra Rogerti po thot që ju të dy njiheni dhe ti pas kër ke mbrojtur Rogertin
duke në thonjza IR. Kam zero vlerësim për ty. Pastaj të nesër më thaj, ti je top, ti je xhita në sy, ti je kështu. Na tregot vërtetën, Monika, do t'i tregosh vërtetën. Sepse këtu nuk iki unë, o iki unë, o iki ti sonte, po nuk e pranove. Pra, më falë, o Roger të pyes, sepse në një moment ty Monika ka qenë shumë e ashpër në primin që besoj e mban mend që ti dole nga shtëpia. Pra ti po thuaj që e gjithë kjo ka qenë një inskenim i Jotit dhe i Monikës? I Monikës më shumë, sepse e mon mirë shumë ku është furra Buks aty poshtë, se s'po i them emrat e bizneseve që njihen. Është i vetmi vend që Monika shkon e blen brioshat edhe bukën e mëngjesit. Të rruga që shkon poshtë, jo që vjen lart. Para herë, tashi me që se u krujtë vetë, maje tashi se po të kthehem. E para herë unë bukën e bëj vetë në shtëpi. Ja, një shtas. Atë pranoje. 2 shtas, tashi 2 shtas. Me thënë të drejtën nuk të mbaj mend dhe s'ka si gjë të keqe për shkak të memores, se në jetën time kam takuar shumë njerëz dhe zhgënjimet kanë qenë aq të mëdha nga njerëzit sa që tani me gishtat e dorës si mbaj mend. Kam përshtypjen po ka të Rogertën edhe e mban mend se Rogerti është opinioniste, ku e ke marrë? Jo, tani tjetër, për sa i përket opinionistes, për mua opinioniste është vendosur diku 10 ditë përpara se të vini në Big Brother. Jo, ti e ke marrë përsipër se ti je shumë busy për me kanë 10 ditë përpara. Fare dhe bile s'është rastësi. No, Monika. Dhe tani ti do dëgjosh mendimin tim. Do nxjerrim kamrat e lagjeve pastaj. Ti tani do dëgjosh mendimin tim apo do dëgjosh mendimin tim? Pranoje, Monika, pranoje. Mua e di që më tha dhe Alban Xhihani që e kishte takuar Jerkesheshi Wilson, edhe e kishte ngatarruar Alban Xhihani për një tjetër dhe i kishte thënë që unë do hym Big Brother. Mu për shumë për herë të parë për ty kam dëgjuar nga Alban Xhihani para 2 javësh. Se kanë gatuar Alban Xhihani. Alban Xhihani ne kanë gatarruar ky në nuk e njoh më kush është. Tani në 2012. Ore ky nuk po thot pra Alban, ky po thot që të njeh ty, që ju të dy jeni ta. Po Gimin, që nuk njeh ti. Po i doli që e njihte pra do gjë. Jo Gimnezirin, po. Gimnezirin që merret me studime. Po ku më mundun atëre më dha. Dhe kam taku të furra Buks. O shumë që e bosi puna spakut që thot që ke vlen 2010. Po më Roger, të lutem, Roger, a mund të di se kjo është e pazakont, a mund të di çfarë keni biseduar juve me njëri tjetrin? Pra, kam bisedu që në fakt unë do marrë pjesë këtu në Big dhe tani e kuptoj që pas ka qenë kone politikës që e njifte Miri, se Miri ka knu të këto të dvegjlit, si quen këto të rinis me partit, a kupton? Jo, s'ka knu me ne ai, ka knu me Edi Ramën ai. Ka knu me Edi Ramën ai, ka knu me Edi Ramën. Na pas ke pas me na qute dy në finale, po pranoj e pakten me Gjuhi, Fije dhe mu, jo vetëm Mirin, kuptove? Sepse po bëhesh jo e drejt me publikun dhe jo e sinqert. E kupton Monika çfarë po thot? Nuk po kuptoj fare. Ja po ta shpjegoj unë, se kam përshtypjen se ti mbase je në shok. Si politiki edhe këtu. Po, Rogerti thot që Rogerti ka shumë plumat o vlla, mos u. Jo, plumat, më kanë ardhur më hatër. Më kanë ardhur, mos më mërzit për plumat e mi. Po jo, pra jo. Po kuptoj. Po tani, nuk ka sens kjo që thua ti se o do i kishte lëshuar plumat për gjithë ose do i lëshoj vetëm për ty. Ai po thot që unë thot, jemi takuar me Monikën dhe kemi biseduar që ti në kohën që ky të ishte në Big Brother ta kishe mbrojtur. Tani unë mbrojtjen tënde ndaj Mirit e kam vënë re dhe e kam sinjalizuar gjithmonë, edhe me batuta. Po unë jam legende ta shaj shokun. Ai që e shaj shokun është legend. Po ndërkohë mënyra se si ti mbron Rogertin është me sa duket një skenar që ju e pas keni bër para se ti të vije këtu. Po pasim politik, bjeri me çizme edhe duje fort. Njësoj edhe me mu. Çizme unë se kam dasht mate. Po e don ti po lene tani s'po i fut në asajt. Po ti m'don edhe mu, po ti se pranon. Sepse ti nuk do me tregu. Po ka ardh koha tani 18 pridhi erdhi dhe unë numrat që ti kam shumë të shenjtë. A do ta pranosh apo jo? Apo dal prapë edhe herë tjetër, jepi. Jo, Roger, një sekond të lutem. Domethënë, cila është arsyeja që ti po e thua pikërisht tani këtë gjë? Se ndërkohë ti ishe në studio, ne ishim të palidhur me banorët, pra ti mund ta kishe thënë që në atë moment se do nxjerr kamerat unë. Po çka kamerat e lagjes? Po normal, kamerat e biznesit aty. Po lëre kamerat e furrën e Buks. Po nxjerrim mos zotrin nxjerri se në furrë buke, jo vetëm furrë buke. Po ku do takojmë njerëz? Se ai nuk tha që ti ble bukë, ai tha që ti ble briosh, dhe ti të bukën e bëj vetë, briosh. Monika, edhe bukë, po briosh blej unë, Roger, më dëgjoj pak, të lutem Mulu. Pse ti e the këtë informacion vetëm tani? E the për shkak se mendon se rrezikohesh nga finalja? Jo.
Me të thamë vërtetën, unë rrezikohem çdo sekond nga finalja për temperamentin që kam edhe Monika, e din shumë mirë se më njeh edhe herë tjera, po s'po e pranon, por unë du thjesht që të më prijet e mara, mos me gënjy ma publikun, që unë kam një mision më mshet me Monikën që të shkojnë finale dhe ta fitoj. Thuje më Monika, pse se pranon? Okej, një sekond, duhet të mbyllim pak lidhjen. Unë qisë sot tyre. Po tjetë për mu, unë qisë sot. Po t'ishte për mu që atë dite kur dole nuk lesha me hymërena ma. Po t'i hyre. Tjetër, dhe që ajo që duat them, vazhdoj dhe të them prap. Sillu mirë me vajzat e shtëpis. Po pa tjetër, edhe me ty jam si o mirë. Mos i fyre dhe mos i ofendo. E treta, unë zotri mund të kem taku një time mbi 10 milion njerëz. 10 milion? Po. Unë jam 10 milion e një atëherë, që atë mund të... Jo, ti e një nga 10 milionët. Tani, për hir të zhgënjimeve në jetë, mbaj mend shumë pak njerëz. Po si mos mojnë një vetëmi person që Ty do të mbaj mend si njeriu që ke shajt gratë shqiptare më shumë se kushdo tjetër. Për të do të mbaj mend. Fillove të mbaj marketingun në kontravers, se kështu jeti. Ti e bën marketingun në kontravers. Okej, më mbyllni pak lidhjen me shtëpinë se duhet ta flas me Monikën këtë gjë. Monika, një sekond tani, se e kuptoj që kjo gjëja që thotë, por kjo është një akuzë shumë e rëndë. Domethënë, është hera e parë që ndodh, që ti po habitem. Si? Unë po habitem. Unë po habitem me ty. Mos është një prill, jore. Unë s'jam fare këtu më... As unë se kam ide. Shkojmë dhe një herë në shtëpi. Rogert, urdhro. A është një mënyrë e Monikës për të thënë ty fjalët më të këqija në mënyrë që ti të jesh i diskutuar? Normal, sepse publiku e shef që unë nuk jam ashtu. Normal, ajo është e mira, sepse në qoftë se ajo thot mirë njësh to njerëzit, po prit marrë një sekond se mirë s'ka ka aq njësh si thot Arbri, po duke më sulmu Monika dhe pastaj Arbri asu bota llat se unë e kam parë. Po sipas kësaj logjike i bie që Arbri do që të dali mirë në finale. Me logjikën tate. Ai do unë sa ai gjun mu, ta uroj jo fitoren. Arbri o ka gjujt Arbri mirë, o s'ka gjujt nuk është një yll, i lshoj kodet e Da Vinci Arbri ka kry punë me mu. E jam finale unë. Mos u mërzit për atë pjesën e Arbrit. Po ti tregoj vërtetë njerëzve, Monika, se ke gjithë të kohë që nuk je. Të lutem pranoje, sepse këtu, o ti e unë zonte e motër, gjashtu me thjesht. Unë këtu jam, ke veni, unë fluj. Unë luj, atëherë unë luj. Më shkrujti ky pronari furrës bukës. Ja, i ka shkujt pronari furrës bukës. Edhe tha që është vërtetë. Më fal, një sekond. Rogert. Një sekond, ju lutem. Hajde se shkujti. Atere, Rogert. Hajde se shkujti pronari furrës bukës. O Monika. U qut. Tregoj vërtetën se nuk është o Monika, nuk është në gjë. Monika, unë e kuptoj që kjo gjëja mbase nuk duhet të kishte dalë. Dhe Rogerti, si njeri që nuk i mban klënë si gjë... Edhe mua nuk më mban kuj gjë, kështu që mos ki mëra. Po, në këtë rast i bie që ti na ke gënjur gjithë të kopra. Ai ty po të thot ku të ka takuar, çfarë keni diskutuar... Njeriu që njoh. Njeriu që dhe ti the që është ai njeriu e përmendë edhe me emër. Kështu që ku është kredibiliteti tani? Tani unë Zirin e njoh. Xhaxhain e ti Paulin Sterkaj e njoh. S'mund të them që se njoh. Po atëherë ti je një familjarisht atë. Edhe gjëra tjera, Monika, po edhe Selinën e njoh unë, më vë. Ai thotë gjëra tjera. Edhe Selinën e njoh. O Monika, ta tregoj diçka. Edhe Mali, për shembull, ja njoh tymën e Malit, e kam taku. Ata tregoj diçka, Monika. Po, Rogert, po. Ku po ikën, ma? 2 sekonda. Do më ardh prap këtu ajere. Jo, jo, nuk do më ardh aty, po prit. E keni mësuar ato ju, kam mësuar rrugën ai. Jo, më një sekond se do marr. Çfarë është? Çfarë është, Rogert? Monika. Gjaketën. Kujtime ty, cila nga këto? Kjo? Po prit më afroj që kamerat. Kjo? Apo kjo? Të dyja. Kjo. Të dyja, hapi çik t'ja shoh etiketën se do të ketë në gjot shkruajt me aty mrena. Ja. Mos ka Ilir Meta të shkruajt aty mrena. Nuk e di, ti e di. Nuk e di, ti e din. Thjesht ato kujton ndaj gjë që më njeh. Patjetër, më kujton baban e fëmijëve të mi. Faleminderit. Po kjo s'do të thotë që Kemi ba plane, tregoj të vërtetën shqiptarëve, Monika. Iliri, kur u dobësua, xhaketat e veta ishin shumë të mëdha, dhe ja dha xhaxhait të Rogertit, Paulinis, edhe Paulini ishte shëndosh, dhe me sa duket, ai ka dhënë një nga xhaketat. Dhe ajo ka dhënë fat mu që do fitoj këtë gjatë dhe do në finale. Nuk i dihet! Nuk i dihet se varet se me këri.
Unë 5 vjetë unë që kam në autobus, më rëndo. Jo, komplet. Nise, Monika, do me thënë, gjatë gjithë këtyre javëve, për te asaj që po të ndodh atje e tjera me radhë, kam filluar që të kisha filluar të kisha besim të këty, me thënë drejtëm. Por, nga sot... Faleminderit, Monika, Do me thënë ju besoni më shumë Rogertin se mua. Po sepse Rogertit, pra... Ju e meritoni Rogertin, më. Po jo e meritojmë, jo. Po ju e meritoni Rogertin. Po jo me jo. Do besosh Rogertin më shumë se mua? Ore, Rogerti... Ai është i lidh me Ilir Metën, nuk është i lidh me mua. Se deri aty... Ai ka vesh xhaketën e Ilir Metës, nuk ka vesh xhaketën time. Po të kishte vesh xhaketën time, do thoje po, është i lidh me Monikën. Zoti ja shtof jetën. Amin. Pra ti dhe për këtë... të mërshme, Zeza. Si e Zeza, pritore se... Mos ka marrë në Talloj njerëzisht marrin qaf. Tezës time apo jo? Talloj njerëzisht marrin qaf. Mos merr bluzë tezës time, s'dim gjë. Ato thon bluzës tezës kësaj. Okej, atëre, se dua ta vazhdoj rrjedhën normale të programit edhe pse ky është një Na fakt. fale, Ledion, po kisha për ta nxjerr nga trupi jem. Jo, ti, shiko. Ti bëre mirë që e nxore, se me atë rast kuptojmë edhe shumë gjëra që nuk i kishim kuptuar deri tani, pra lidhjet edhe Zotin Arujt, gjërat, po jam i bindur që pjesës tjetër të banorëve sigurisht që kjo gjëja bën shumë përshtypje, edhe jam i bindur gjithashtu që besimi tek opinionet e Monikës nuk ekziston më, se çfarë vlere ka të komentojnë, ndërkohë që Zero vlerësim, tha. Zero vlerësim është e pamujtur. Shohim një klip në lidhje me këtë dhe pastaj vazhdojmë. Roger, në kuadër të 1 prillit, ditës së gënjeshtra, një ditë e njohur për shakat mes familjarëve e miqve, vllai i madh, për ty ka një mision sekret. Gjatë spektaklit të sotëm ti duhet të bindesh banorët dhe publikun sikur ke pasur një njohje të mëparshme me opinionistin Monika Kemamov. Dhe se diçka ka mbetur pas jo mes jush, ky te ka shumë klere. Nëse ja del të mos zbulosh dhe ta mbash lojën derisa Ledioni ta zbuloj për të gjithë, vllai i madh do të shpërblen në ditën e vjen. Faleminderit. Por ai nuk ka, për xhaketën nuk ka gënyer. Jo, xhaketa është e vërtetë. Xhaketa është e vërtetë. Edhe gimneziri në Angli është i vërtetë, sepse ka shkollat e kalamajve. Ata nuk e mbaj mend me thënë drejtë. Po s'ka gjë, se më ke thënë merre numrin, kam thënë jo, çse takona për herë. Do jena shoh tani jetën, kështu që kur dal, do marrim numra se s'ban. Kompromis pra, ajo s'është. Di vet. O Rogert, o kokra e montatorit. Respekt e Ledion. Po ne than 1 prill. Unë kam vlerën në këtë shtëpi, një si ka digital big, kështu që e lem atë muhabet. O zot, Monika të kërkoj thellësisht ndjes, unë isha në pa Respekt e Monika, unë s'ka faleminderit se kisha kohë pa përmendur emrin e Ilir Metës, kështu që gjeta rastin ta përmend këtu prapë. E përshëndesim